Neve do të ndalemi tek shëmbëltyra e radhës që Jezusi jep tek Luka kapitulli 14 vargjet 7 deri në 14. Ai na fton në të gjitha shëmbëltyrat që Jezusi na ka treguar, gjithmonë Jezusi jep një mësim. Në këtë le të themi ngjarje, Jezusi përpiqet që i japi një mësim të radhës farisejve. Edhe është interesante që ndërsa farisejt përpiqen ta siç lexuam tek Gjoni, përpiqen që ta gjenin gabim dhe në mënyrë që ta vrisin. Le të lexojmë nga Luka 14 vargjet 7 deri në 14. Luka kapitulli 14, pra, vargjet 7 deri në 14. Në fakt, më lejoni se unë kam vendosur vetëm këto tek mësimi, por po të fillojmë që nga 6-ta, edhe do të marrim le të themi një skenë më të përgjithshme. Që nga kapitulli, që nga 1 edhe në vazhdim. Dhe ndodhi që një ditë shabati, kur ai hyri në shtëpinë e njërit nga të parët e farisejve për të ngrënë bukë. Pra, e farisejt edhe pse donin që ta kapnin mat me gjëra si që ta vrisnin, përsëri e ftonin për drekë. Edhe sigurisht gjithmonë Jezusi do t'i çartonte. Ata po e përgjonin, pra, po e këshynin me atë xhamin zmadhues, me atë lupin e madh, tani çfarë do bëj Jezus. Dhe ja, para tij ishte një njeri hidropik. Dhe Jezusi duke ju përgjigjur mësuesve të ligjit farisejve tha: "A është e lejueshme të shërosh ditën e Shabatit?" Ata i tha. Atëherë ai e mori atë për dorë, e shëroi dhe përcoti. Pastaj duke i përgjigjur atyre tha: "Cili nga ju, po ti bjerë gomarri ose kau në pus, nuk e nxjerr menjëherë jashtë ditën e Shabatit?" Dhe ata nuk mund të përgjigjeshin për këto. Imagjinoni, nëse e mbanin në ata farisejt kalun në detaje ekstrem. Për shembull, thuaj që nuk do punosh ditën e Shabatit, edhe imagjinon nëse do të binte diçka më tot, edhe ti uleja që ta merje, ata do ta qonin punove. E vutën e çfarë ndodhi tek situata me Jezusin që lexuam tek Gjoni? Ai njeri ishte smur, ishte i paralizuar për 38 vjet. Llogaritë sa vjeç jam unë sot. 38 vjet. Edhe atë farisej nuk vure që ai ishte paralizuar, u ngritët dhe pa jeste, por nga që ishte ditë e Sabatit i thanë: "Çfarë po vati, po punon. Kush tha ti ta ngresh zhvikun?" Nuk u manitën se çfarë kishte ndodhur. Jezusi, që ishte i ftuar tek dreka ose darka që ky fariseu kishte shtruar, Jezusi vuri re se të ftuarit zgjidhnin vendet e nderit, duke filluar nga vargu 7, dhe u tregoi një shëmbëltyr. Kur të ftojnë në dasëm, mos u ul në vendin e nderit. Se ndoshta është i ftuar dikush më nderuar se ti, dhe ai që ju ka ftuar të dyve mund të vijë të thotë: "Lërja këtë vendin të tij, ose çoqi këtu." Shtyj që ka ndaj. Dhe atëherë i të kuruar të zesh vendin e fundit. Por kur të ftojnë, shko ulu në vendin e fundit, që kur të vijë ai që ka ftuar të thotë: "Mik, eja më lart." E kështu do të jesh i nderuar nga të gjithë ata që janë aty rryez me ty. Sepse kush e lartëson vetveten, do të përulet, e kush përul vetveten, do të lartësohet. Ati që e kishte ftuar, Jezusi tha, u kthye, i foli atyre njerëzve që po uleshin, që donin të zënin vendin më të mirë, u kthye Zotit shtëpisë. Kur të shtrosh një drek, kjo vlen edhe këmbana këtu bie edhe për ne. Kur të shtrosh një drek e një dark, mos fto miqtë tu, vëllezërit të afërmit tu apo fqinjet e pasur. Duke shpresuar se ata do të ftojnë, kështu do të shpërblehesh. Kur themi ne s'ma diti për faleminderit fare, po s'pa e lart. Përkundrazi, kur të shtrosh një gosti, fto njerëz të varfër, të kërrusur, të çal e të verbër. Atëherë do të jesh i lumtur, se ata nuk do të kenë me çfarë të shpërblejnë, por ti do të marrësh shpërblimin në ngjalljen e të drejtë. Vini re, u mundova që gjej një foto ilustruese se si uleshin ata. Pak a shumë neve kemi të njëjtën mënyrë ose lloj forme. I Zoti i shtëpisë ose i ftuari i nderit, le të themi, do ulet në krye të tavolinës edhe të gjithë njerëzit me radhë. Farisejt duke menduar që ishin të gjithë koka, mundoheshin që gjithmonë të uleshin në krye të tavolinës. Edhe ndërsa Jezusi po fliste, po thoshte këtë shëmbëltyr, sigurisht që Jezusi po priste që ta ulen tek vendi që i takonte. A nuk bëjmë dhe ne të njëjtën gjë nëpër dasma, nëpër dreka, ose mundohemi që t'i ulemi njerëzit në tavolinën që i takon, ose edhe zakonisht me kushërinte, me këta dasë që nuk e kanë ma bën me njëri tjetrin. Edhe do të detyrohesh, mirë që do t'i ulesh veç e veç, po dhe çik më larg, sa më larg ti mundur. Tani është e mundur që lokali çon andej larg nga njëri tjetri dhe çik dritat, që mos ta shikoj mirë kush është ul atje te tavolina, ti çik kështu si errësirë. Pra, mundohesh që ti caktoj, të japësh vendin e të gjithë njerëzve, pra vendin që u takon. E ndërsa Jezusi
përpiqet u japi këtë shëmbulltyrë atyre, Jezusi na thërret vëmendjen në diçka që është komplet ndryshe nga situata ose nga jeta jone e përditshme. Po ta vesh re, në jetën tonë të përditshme të gjithë ne në një farë mënyrë kërkojmë atë dhëmbin e nderit, ëh, të vjehemi në dukje. Është një thënie që e thon për indianët. Në anglisht shkon too many chiefs, not too much Indians to follow. Pra, shumë duan që të jenë drejtues, shefa, por nuk ka indian mjaftueshëm që t'i ndjekin. Pra, të gjithë kanë qef, kanë dëshirë që të jenë në krye, por nuk kanë ndjekës. Edhe një problem i tillë qëndron me ne të gjithë njerëzit. Po pse ti je ai ulur atje? Po pse ai atje? I kemi vënë re këto, kudo që në çfarë do lloj situate që neve ndodhemi, në shtëpi, në një drek, në një dasëm, në diçka, po pse ul atë? Po pse e bëre ti kështu? Shumë njerëzve kur kanë kështu lloj sugjerimesh, unë i them të lutem, bëj ti. Ke një ide më të mirë? Bëj. Nuk më ngel qefi, nuk më ngel hati. Po kjo nuk është puna ime. Po mos fol. Jo, po ti duhet ta bësh kështu. Po hajde pra, na drejto. Ca njerëz kanë të dëshirë dhe të thjesht të flasë, po nuk është se kanë shumë dëshirë për të ndihmuar. Tani çfarë ndodh? Jezusi po na thret vëmendjen, ajo çfarë është e rëndësishme që ne duhet le ta themi ta vëmë në dukje është në mbretërinë e Perëndisë është komplet ndryshe çfarë paraqitet në jetën toksore. Edhe vetë Jezusi, neve siç e dimë, Jezusi erdhi nga mbretëria e Perëndisë e përuli veten e tij deri në fund. Ju kujtohet herë para, nuk e mbaj mend, 2 ose 3 mësimesh të mëparshme, duket se ka qenë ditën e Pashkëve që ju kanë pyetur. Se cila do të ishte gjaja që ju do të bëni ditën e fundit të jetës tuaj, që të kishit një ditë, domethënë dita e fundit e jetës tuaj, e dini që do vdisni. Jezusi e dinte që do vdisni. Çfarë bëri? Mori peshirin, mori legenin dhe u lau këmbët discepujve. Kjo ishte gjaja që ai bëri. Pra, gjaja që ai bëri u përul akoma më shumë. Pra, gjithë secili prej nesh në këtë moment, si do ndiheshim ne, pavarësisht dëshirës së mirë, mësimit që do të merrnim, nëse unë do të vija me legen aty dhe t'u laja këmbët, si do ndiheshit? Do ndiheshit në siklet? Pra, do të vinë, do të vjen rand. Do të ndihesh keq, nuk e përshkruan dot. Tjetri i tha këtë që o Zot, jo, do të çfarë të ndash në këmbë. Shikoj tha, po sti lava këmbët tha, nuk e punë mbretërinë e Zotit. Po Zot, hajde në lajt, jo vetëm këmbët, po të gjithë. Po përsëri ai nuk e kuptoi atë, le të themi mësimin çfarë Jezusi dëshironte që t'u tregonte. Jezusi thotë tek vargu 11, sepse kush e lartëson veten do të përulet, e kush e përul veten do të lartësohet. Pra, në mënyrë që ti dhe unë e gjithë secili prej nesh të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë, ne duhet të jemi të përulur. Ne duhet të jemi më të vetëdijshëm. Ne duhet të bëjmë punët më të rëndonta. Jo gjërat që duken, jo gjërat që na japin edhe status. Domethënë ka një lloj kuptimi, jo që ta kërkosh, jo që ti bësh gjërat e tua që të duken, se nuk ka kuptim. Jezu do të shikojmë vargjet më vonë që Jezusi u thot disepujt vet, Perëndia është ai që shikon, neve e dimë edhe këtë tek Psalmi 139. Por ndërsa Jezusi jep këtë mësim, do shikojmë këtë le të themi pikpamje të përgjithshme. Pam pjesën e parë të ftuarve. Jezusi u toroqi vëmendjen. Prit, ç'a keni? A jeni të ftuar? Pse kërkoni të ulet zej gjithsekush vendin më të mirë? Prit, thot Zoti i shtëpisë. Edhe i thot Zoti të shtëpisë, sepse Jezusi këtu, le të themi Jezusi, le të mendojmë që kjo është ajo skena, ku janë të ftuar të gjithë njerëzit, ja, sepse edhe nga vargu i parë te 14 na thuhet, dhe ndodhi që një ditë sabati kur ai hyri në shtëpinë e njërit nga të parët e farisejve, pra ishte, le të themi kryetar, kishte përgjegjësi. Pra edhe si thuaç edhe mikpritja dhe tavolina do të ishte diçka le të themi luksoze, nuk do ishte diçka në përditshmëri. Pra do të kishte bërë përgatitje. Edhe Jezusi i thot njerëzve, prisni. I thot Zotit të shtëpisë, sepse i pa që sigurisht që kjo tavolinë ka njerëz të le të themi të lartë. Edhe Jezusi i thot, shikoj, në qoftë se ti dëshiron të marrësh bekimet në Zotit, sepse farisinët e dinin kush ishte Jezusi, pavarësisht se i bënin pyetje provokuese siç që ta kapnin mat. Ata donin ta kapnin mat në mendësinë atyre, donin ta hiqnin qafe sepse po i gjithë ai status që ata kishin, gjithë autoritet që ata kishin, po u largohej. Sepse njerëzit tani po mundohen po e kthenin fokusin tek Jezusi. Edhe ata thanë, ta heqim qafën. Edhe pikërisht Jezusi thon, shikoj, nëse ti thot bën atë vërtet të marrësh bekimin nga Perëndia, ti duhet bësh pikërisht këtë gjë. Shikoj vargun
13. Kur të shtrosh një gostitë të njerëz të varfër, të kërrusur, të çantë, të verbër. E dikush këta njerëzit në kohën e Mojsiut, se ishin të gjithë ata njerëzit që largoheshin nga kampi. Ishin njerëz që le të themi me pull të kuqe, ose me një tabelë. Edhe shiko çfarë thotë tek Levitiku kapitulli 21, vargjet 17 deri në 23. I foli Aronit dhe i thuaj në brezat e ardhshme asnjë burr nga fisi yt që ka ndonjë gjymtyr nuk do mund të afrohet për të ofruar bukën e Perëndisë së tij, sepse asnjë njeri që ka ndonjë gjymtyr nuk mund të afrohet as i verbri, as i çali, as ai që ka një fytyrë të përçmuar ose ka një gjymtyr të deformuar, një thyrje të këmbës apo të dorës, ose gungaçi ose shkurtabiçi, as ai që ka një njoll në sy apo një ekzem, as zgjebën apo herdhe të shtypura. Asnjë burr nga fisi i Aronit që ka ndonjë gjymtyr nuk do të afrohet për t'i ofruar flimet e bëra me zjarr Zotit. Ka një gjymtyr të mos afrohet për të ofruar bukën e Perëndisë së tij. Ai do të mund të haj bukën e Perëndisë së tij, gjëra që shumë të shenjta dhe gjërat të shenjta. Nuk do t'i afrohet as velit as altarit sepse ka një gjymtyr, nuk do të përdos vendet e mia të shenjta, sepse jam unë Zoti që shënqëron. Ju kujtohet që Jezusi, më falni, në sistemin e sakrificave le të themi, gjithmonë Perëndia kërkonte gjën e përsosur. Jo se i përçmonte këta njerëzit, po kërkonte gjën më të mirë që njerëzit që ofronin të sakrificë të jepnin më të mirën atyre, të jepnin ata më të shtrenjtën atyre, ëh? Edhe Jezus, ata njerëz diheshin edhe dukeshin. Edhe se sot neve e shikojmë një njeri që është i verbër, një njeri që është i çal, një njeri që ka një smundje apo diçka, kuptohet apo jo. Edhe çuditërisht neve na vjen një lloj kështu, ligështie le të themi. E nuk i se kemi shumë qejf dëshirë që t'i afrohen. Edhe Jezusi thotë, shiko thotë, nëse ti thotë, do të marrësh bekimin e Zotit tok të tillë njerëz. Këta njerëz që ishin të përulur, të kërrusur, të lënë jashtë kampit, këta tillë njerëz thotë, i thotë Jezusi këta. Po këta nuk i kishin shumë dëshirë, nuk i kishin shumë qejf këtë gjë. Pra donin njerëz që të merrnin falënderimet e tyre. Edhe Jezusi i thotë, shiko, jo të tillë. Për shumë kohë unë duke bashkë me kishën neve kemi ndihmuar shumë familje. Edhe në momente të ndryshme neve gjithmonë kemi edhe jemi revoltuar apo jo, për njerëz, për familje që nuk na kanë thënë faleminderit, për një familje që na kanë paraqituar, duke i çuar atë që kishim, ata thonin, jo po pse mori gjën e re, e mbajti për vete, më solli mua gjën e vjetër. Apo jo. Ose çe ma pri mëseli këtë karrikën e gëndvishur, pse më pruri këtë dyshekun e grisur e ka di unë shumë gjëra me radhë. Ne duhet kemi parasysh diçka që nëse ne jemi duke kërkuar mirënjohje, lartësim nga njerëzit ditët e sotme, të jemi të sigurt që në sytë e Perëndisë ne nuk kemi marrë asnjë gjë, por jemi thjesht duke vetkënaqur veten tonë. Edhe Jezusi, ndërsa e kishte, le të themi atë, dritën e projektorit e skena, e kishte tek njerëzit që i tha, shiko, mos u mbuni, mos kërkoni të lartësoheni. Edhe tek Fjalët e Urta 25 vargjet 6 dhe 7 na thotë, mos u mbur para mbretit, e mos qëndron në vendin e të mëdhenjve. Se është më mirë të thonë ngjitu këtu, sesa të përuli në sytë e fisnikut, që e pe me sytë e tu. Pra, përveç faktit që kemi marrë Jezusin në pagëzimin tonë, por asnjëri prej nesh nuk e ka parë Perëndin. Si nuk e vrasin neve çik mendje çik më shumë që të lënë përshtypje pak më të mira të përshtypje të mira tek Perëndia. Tek Mateu, kapitulli 5 vargjet 43 deri në 46, na thotë, ju keni dëgjuar thotë që thënë, duaj të afërmin tënd dhe urrej armikun tënd. Por unë po ju them, duheni armiqtë tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni mirë atyre që ju urrejnë dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë dhe ju përndjekin. Për të qenë bijtë të Atit tuaj që është në qiell, sepse ai bën të lind diellin e tij mbi të mirët dhe mbi të këqijt, dhe bën të bjerëshi mbi të drejtët dhe pa drejtët. Sepse po të donit veten tuaj, veten ata që ju duan, çfarë shpërblimi do të keni? A nuk bëjnë kështu edhe targa mbledhësit? Pra, tek Mateu kapitulli 5 Jezusi po na thret vëmendjen që jo vetëm që ne të duam, të lutemi, të bekojmë njerëzit tanë, por për të gjithë. Të ftojmë njerëz, të ndihmojmë njerëz edhe për ata që ne nuk do na ofrojnë mirënjohje pra. Por Perëndia na thotë këtë gjë duke na thënë, duke na thirrur vëmendjen tonë që është Perëndia që na jep bekime. Ndaj, ndërsa ne jemi pikërisht në këtë moment, Perëndia gjithashtu na thotë mos e ofroni diçka për të dukur. Mateu kapitulli 6 vargjet 1 deri në 6, mos e jepni lëmoshën tuaj para njerëzve me qëllim që
ata t'ju admirojnë, përndryshe nuk do të shpërblejeni te ati juaj që është në sheh. E kemi vënë re, unë nuk desha të hyj shumë tek pjesa politike, jam munduar që gjithmonë të mbaj atë distancën. Nuk edhe vetë nuk më tërheq, por e keni vënë re që kur vinë ta drejtuesit tanë, politikanët tanë, ne për shembull jemi këtu tek afër selisë PS-s. Edhe sa herë që vjen dikush, domethënë, këtu do filloj do pastrohet, do fshihet, do korret vari, do rregullohet, do vaditet. Do të ndonjëherë që edhe e kanë mbjell lule, i kanë vendosur. Gjithmonë si për të parë. Një nga re gjithashtu që në momente të ndryshme njerëzit, neve për shembull aparenca, pamja e jashtme, ne që tek spitali për shembull na bën shumë përshtypje. Nga përpara duket e larë e pastër, shkosh mbrapa, jo dhe aq situatë e këndshme. Pra edhe neve dimë dhe themi gjëra për të dukur, apo jo, edhe na bën përshtypje. Edhe Perëndia po na thotë të njëjtën gjë, po s'bëni gjëra që ju lën për të dukur. Jam unë Perëndia dhe unë e di. Kur do të japësh në moshtot, pra mos i bjerë Boris para teje ashtu siç bëjnë hipokritët në sinagoga dhe në rrugët për të qenë të nderuar nga njerëzit. Në të vërtetë, ju them se ata tashmë kanë marrë shpërblimin e tyre. Pra Perëndia ju ka dhënë çmimin. Madje thot kur jep lëmosh, e majta jote mos të di siç bën e djathtët. Që lëmosha jote të jepet fshehurazi dhe aty që shikon në fshehtësi do të shpërblej haptas. Dhe kur ti lutesh, thot, mos u bëj si hipokritët sepse atyre u pëlqen të luten në kam në sinagoga dhe në sheshet e rrugëve, në mënyrë që njerëzit i shohin, në të vërtetë ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Por ti thot kur lutesh, futu në dhomzën tënde, mbyll derën dhe lutju atit tënd në fshehtësi. Dhe aty që shikon në fshehtësi do të shpërblej publikisht. Ne e kërkojmë, kemi tendencën le të themi ndonjëherë dhe për të dukur. Ne njerëzit përpiqemi që të marrim vëmendjen në vendin e gabuar. Perëndia po na thret vëmendjen le të themi, neve sot, që mos të kërkojmë lavdin tek gjërat e gabuara. Ajo çfarë përpiqem unë ta kuptoj ose si unë e kuptoj këtë është që çdo gjë që na është dhënë me bekim nga Perëndia, le ta përdorim për të bekuar të tjerët, siç ne mundohemi të bëjmë. Le të bekojmë të tjerët. Le mos përpiqemi. Unë pra me çdo gjë që ta bëjmë me të qëllimin tonë të mirë, për të sjellë lavdi Zotit në jetën tonë, për të bekuar Perëndin, për të lartësuar Zotin, edhe për të rritur në besim. Një gjë edhe dëshiroj që edhe ta mbyllim bashkë, është që ne kemi bekimin të madh që Jezusi është tek ne. Perëndia na ka dhënë shpëtimin, Perëndia na ka dhënë dhuratën e frymës së shenjtë gjithsecilit.